Në organizim të shoqatës Mugullima, nesër në mbrëmje, fillojnë netët poetike në Kërçov, ku do t'jenë të pranishëm poet të ardhur nga të gjitha trojtë shqiptare. Kërçova që nesër dhe 3 ditë me radhë do t'jetë një koqire e mbrëmjeve poetike, ku do të kenë mundësi të prezantohen shumë poet nga trojtë shqiptare. Kryetari i Këshillit Organizativ të mbrëmjeve poetike, Ibrahim Koqa, foli mbi mbarvajtjen e këtij manifestimi kulturor dhe shtoi. Nisur nga data 3 qershor, datën 3, 4 dhe 5 qershor, do të mbahen takimet poetike, takimet e yneshës tana, që si vjetë është radha e 4 që do të mbahen. Do të vinë poet nga mbar viset shqiptare, pritet që të vinë diku 60 poet shkrimtar nga të gjitha viset, për të promovuar veprat e tyre që i kanë krijuar brenda këtij viti, dhe shpresojmë që ky manifestim edhe këtë vit Kërçova si një koqir t'u bëm përshtypje dhe mpresa të veçanta atyre njerëzve të penës, shpresojmë që do të ndikojë që sa do të qoftë Kërçova të jetë në mes vargjeve të tyre të librave të cilat ata sigurisht pritet që për këtë vit që t'i shkruajnë. Vlen të theksohet se ky manifestim mbulohet nga komuna e Kërçovës dhe organizohet në organizimin e shoqatës lidhjes shkrimtarëve të Kërçovës Mugullima. Manifestimin e tërësi mbështetet nga komuna e Kërçovës me shpresë se ngjarjet të këtilla do të bëhen tradicionale.